Jam shumë i kënaqur që të kam në këtë pjesë të ekipit dhe shpresoj shumë që të çojmë nivelin e më lartë. Nuk është se s'është punuar, nuk është se si kemi. Problemi është që gjithmonë gjërat ecin edhe gjithmonë duhet të zhvillohen. Kemi pas një fokus tek orkestra dhe dim sensibilitetin e qytetit, siç e dini dhe ju. Po. Kështu që besoj se të gjithë gjërat do të jenë në rrugën e duhur. Faleminderit që më keni dhënë këtë shansin, me të vërtetë, që të rikthehem në qytetin tim, sepse nuk i kisha menduar, me të thënë drejtën, nuk më duke e mundur një gjë e tillë. Edhe është një super lajm. Berlin Shkodër, vjen maestro nga Berlini, rikthehet në Shkodër, qytetin e saj është edhe shumë kënaqësi. E rëndësishme është që çdo njeri nga neve ta shikoj me pozitivitet. Pse? Sepse edhe ai njeri që vjen, domethënë, në këtë rast jam unë, ka ide të reja. Do sjelli artistë të rinj, do sjelli komplet gjëra të reja që ndoshta juve nuk i keni akoma eksperimentuar, nuk i keni jetuar akoma ndoshta. Edhe pse jo me qenë të hapur edhe për këtë gjë. Më kuptoni? Sigurisht, nuk shkohet kur mbrapa, ecet përpara, sepse gjithë bota është në zhvillim, në evolim. Kështu. Edhe unë shpresoj domethënë që këtë rrym, domethënë këtë energji pozitive, unë do ja sjell patjetër sepse unë kështu jam pozitive si person. E kam diellin gjithmonë me veten, më thënë drejtën, edhe në çdo moment, edhe ku duan që të më dëshpërojnë, unë jam me diell. Edhe do ju sjell gjëra të mrekullueshme. Artistë jashtëzakonshëm, shqiptar, edhe shkodran, sidomos edhe artistë të rinj, edhe do bëj domethënë gjëra që ndoshta deri tani nuk kanë qenë bëra. Kështu që të rinj domethënë të sorprezuar i çik. Ashtu, sepse Shkodra e meriton, pastaj unë nga Shkodra vi, kështu që kam dëshirë, domethënë edhe kam vullnetin edhe kam të energjinë e duar që të bëj këtë gjë, domethënë bashkë me juve. Sepse unë me juve jam bjerë jashtëzakonisht nisin në shtëpinë time.